Disa persona të bllokuar nga bora në Bjeshkët e Javorit nis operacioni shpëtimit. Bashkia Tropoj njofton se pas marrjes informacionit për disa qytetar të bllokuar nga rreshtet e dendura të Dëborës në zonën e Bjeshkës së Javorit, një grup i parë mjetesh dhe punonjësish është nisur menjëherë drejt vendngjarjes. Megjithatë, për shkak të kushteve të jetë vështirë atmosferike dhe trashësisë së borës mbi 70 cm, mjetet nuk kanë mundur të arrijnë deri në pikën ku ndodhen të bllokuarit. Në këtë rrethana bashkia ka vendosur të dërgojë trupa dhe mjete shtesë me qëllim garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve të bllokuar, si dhe të forcave që po marrin pjesë në operacionin e shpëtimit. Autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e ndërhyrjes me helikopter, nëse kushtet në terren e kërkojnë një gjë të tillë. Bashkia Tropoj mbetet e angazhuar maksimalisht dhe do të informoj publikun për çdo zhvillim të mëtejshëm.